Kryetarin e bashkisë Pjerin Ndreu. Përshëndetje, faleminderit shumë që u bët pjesë e pazitësve sot. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Do doja të nisja bisedën duke na tregu për përgatitjet që po bëhen në Shënxhen, por edhe në Lezhë për të pritur vizitorë, të cilët jam e sigurt që edhe këtë vit do t'i keni në numër të madh. Po, si gjithmonë, tani në pranverën e fillojmë përgatitjet. Kemi filluar me një pastrim radikal të plazhit për shkak edhe të kohës keqe që ka qenë dhe urrjeve që ka sjellë deti në breg. Një aksion i cili vazhdon, po bëjmë identifikimin e zonave të tjera. Jemi duke vlerësuar disa problematika që kanë të bëjnë me riparimin e disa trotuarë në qendër të Shënxhinit. Po shikojmë disa aspekte të ndriçimit, të rregullimit të sinjalistikës rrugore, të disa parkingjeve. Mendoj se edhe si vjet do jetë një sezon i mbarë për cilin ne po përgatitim. Të shohim si të shkojnë. Pra le themin që jemi gati për të pritur fluksin që është i zakonshëm në Shënxhen edhe në aspektin e investimeve infrastrukturore, të cilat janë mëse të nevojshme kur flasim për Shënxhinet. Po ne po vazhdojmë tani vetëm investimet vazhdojnë aty, ndërkohë që kemi bypassin e Shënxhinit të Dorë dhe sot kam bërë një inspektim në bypassin e Shënxhinit, i cili do lehtësoj shumë trafikun duke si trafikun e Shënxhin-Velipojës sipër Shënxhinit, jo në qytet. Kemi tashmë të konfirmuar investimin nëpërmjet qeverisë shqiptare me propozimin e Bashkisë Lezhë, me kredinë e KFV-s gjermane, për dy aspekte shumë të rëndësishme, për sistemin e shpërndarjes së ujit që do të hyjë në punime në gjithë Shënxhinin, për shkak edhe të zbardhimit të Shënxhinit, njësive akomoduese të reja. Vjet kemi stabilizuar, por na duhet të hyjmë në rrjetin shpërndarës dhe rifushimin e kapacitetet të impiantit turave të zeza, që është një ndër lajmet më të mira që ne kemi aktualisht. Mendoj se Shënxhinit po i bëhen edhe disa projekte nga bashkia infrastrukturore, por që nuk do afektohen si vjet këto që thash, por që në kuptimin e menaxhimit të plazheve, të pastërtisë, të rregullit të vendosjes së stacioneve të plazhit në zonat ranore është e garantuar. Ajo çka ka qenë vjet problematik, ka qenë se shumë pushues nuk e kuptojnë se të shkuarit në hoteleri, ku ata janë në kontrat me shezllone, dhe shkuarit në zonat të tjera ku menaxhohen nga bashkia me shezllone ose bosh, nuk është një lloj, nuk është një njëjta gjë. Dhe na është deshte të sqarojmë që ndërkohë që ishte zona bosh 10 metra më përtej, ata kërkoshin çmimin aty ku doshin, ku hoteleria e ka strukturë të paguar. Pra, na duhet shumë propagandë, më është deshte të le numrin e telefonit tim, do ta le si vjet, që të përballem me të sqaroj forcat e policisë bashkiake, gjithë stafi i Bashkisë Lezhë ka qenë në dispozicion për të orientuar njerëzit. Dhe për t'i nis atje, ajo që është më e çuditshme në fund, plazhet publike që janë me çadrat e veta kanë qenë pothuajse bosh. Njerëzit nuk preferojnë të mos paguajnë. Njerëzit duhet paguajnë, po duhet paguajnë sa duan ata. E vërtet, dhe prandaj, le të them, plazhet publike kanë qenë krye fjalë edhe e sezonit të kaluar dhe duke se do t'jetë ashtu edhe këtë vit kanë qenë të liruara dhe ka qenë kjo le të them një lloj lufte në thonjza e bashkisë për të siguruar plazhe publike për turistët që ishin në Shënxhen. Ka qenë luftë fare, ka qenë e siguruar gjithçka, por sjellja e pushuesve me plazhet ka qenë pak si e çuditshme. Pra, plazhi publik që ka qenë me zero kosto, ka qenë më bosh. Plazhi tjetër që ka qenë me kosto 4.000 lekë të vjetra, ose 4 euro, po themi, ka qenë gjysmak. Plazhi që ishte te hoteleritë, që ishte më i shtret, aty ka qenë plot. Tani, hajde ma përkthet, tani se si mund të sillemi ne. Dhe kishte njerëz që qashin
shkoshin te stacioni i plazhit hotelier dhe kërkoshin çmime si të duan ata. Kjo duhet të disiplinohet dhe ne do i bëjmë thirrje njerëzve që të shkojnë në plazhet publike sepse çmimet janë të garantuara. Dhe cilësia e plazhit është e garantuar, pastërtia është e garantuar. Normalisht hotelerit kanë infrastrukturë më të mirë, kanë restorantin aty, kanë gjithçka më mirë, por do paguajnë më shumë. E qartë. Megjithatë, e mirë është që është mundësia me zgjedh. Edhe kur ofrohet mundësia, më pastaj mbetet në preferencën e gjithë secilit se sa dhe ku duan të paguajnë. Po më ka ndodhur një çift nga Skarpari, më kërkonte plazhin publik dhe në fakt plazhi publik ishte 20 metra nga aty ku ishin ata, me tabele me gjithë. Dhe ju them që zonjë, spostohu 20 metra në krahun tënd të muajit dhe ke plazhin publik me tabel bosh. E qartë, e kuptueshme. Ne vetëm mjau qunë dhomë plazhit, s'ka kanë gjë tjetër. E kuptoj. E ka që përveç shëngjinit, bregdetit, plazhit, detit, rërës e të tjera që i ofron, edhe jeta kulturore atje është ndër më të njohurat, edhe falë festivaleve me renome ndërkombëtare që tashmë janë tradit atje. Në këtë aspekt, si qëndrojmë këtë vit? Po do fillojmë me unumin në qershor si gjithmonë, ne marrim start me unumin, pastaj vazhdojmë me aktivitete të ndryshme, pothuajse përjashtme në Shëngjin dhe në kusht startojmë 15 ditë në qeshin kryesor të qytetit në Lezhë. Pastaj nuk është vetëm turizmi vegetar, është edhe turizmi historik me vendvarrimin e Skënderbeut, me muzeun arkeologjik i cili inaugurohet këto ditë, pra ka një shtesë tjetër të aseteve kulturore të Lezhës, është muzeu etnografik, pastaj janë kalaja, janë kishat e vjetra që janë të shekujve 11, 12, 13. Është zona artizane, sidomos zona e zatërimës, është turizmi kulinar që ne kemi zonat e pamshme të ishullit të Lezhës, të Fishtes, janë shtëpia e Fishtes, që është një realizim tjetër i joni, me cilin është balkoni panoramik i rrugës Shëngjin-Velipoj. Janë shumë masetet të cilat mund të vizitohen, por duke ndetë në Shkodër, në Lezhë, mund të shkosh pas dite në Shkodër, mund të shkosh në Kruj, përveç se frekuenton edhe vende të ndryshme në Lezhë. Pra është një zinxhir i lidhur gjërash që nëse do të administrosh, e administron kollaj. Megjithatë komunikacionin si qëndron, shoh që je në lëvizje, ka qenë kjo, le të them, një problematik për shkak të ngarkesës që është edhe e kuptueshme me atë fluks të madh të turistëve të cilët të shfrytëzojnë edhe këtë pjesë edhe për të lëviz në vendet e tjera. A ka ndonjë ndryshim në këtë aspekt të vit? Tani, që të jemi të qartë, rëndësi trafika në gjithë plazhet e botës. Vetëm ne shqiptarët nuk e pranojmë këtë si teori, po të më thënë në një zonë plazhin botë që është trafiku kështu për të ecë, sigur ecim çdo ditë. E dyta, ka një përmirësim sepse ura Milotit që ishte bllokuar vitin që kaloi do zhbllokohet. Kanë mbaruar punimet dhe së shpejti zhbllokohet dhe është e kalueshme një kanal tjetër për të dalë për Kosovë ose për të hyrë. Ajo që na mungohet e vitin tjetër që psoi defekt, problematik, si vjet nuk është më. Normalisht trafik do ketë, mirë është që qytetarët të administrojnë rajin e orëve të mëngjesit herët dhe të darkës vonë. Në qoftë se gjithë duhet të dalin patjetër në orën 6, 7, 8 në 3 orë të gjithë bashkë, nuk ka plazh në botë që ta siguron këtë dalje kështu në kështu. Pra një planifikim më i mirë i ditës, në shtëpia më shpejt e destinacion. Kur jam me familjen time, kur duhet lëviz, o lëviz herët në mëngjes, o lëviz rreth orës 12, 1 deri në orën 3, në 4, ose lëviz pastaj pas orës 9 darkës. Sepse është e pamundur që unë të siguroj edhe sot, nëse lëviz nga ora 4 deri në 6, për shembull, nëse kam një problem me hyrjen në Tiranë, është e pamundur të hysh në Tiranë le të hysh në atë orar. Pra ka në gjithë botën ka një planizim, një mënyrë që se si do të cilën.
Tani këto plazhistat tonë të Shqipërisë e të Kosovës, sidomos në qohen peshë gjithë në orën 6 deri në 8 dhe duhet t'ja hapsh rrugën në gjithëve se du të kalojnë. Tani do bësh plazh, po do paguash edhe kostën e problematikave në trafik. Në Rimini kam bëu 3 orë për të dalë nga Rimini, në disa plazhe tjera s'po ja them se ku, kam bëu edhe 4 orë. E kuptueshme. Ndërkohë, ne sidomos që jemi në Prishtinë nuk duhet shumë u anku për atë pjesën ai kemi kështu pothuajse. As ata që janë në Prishtinë, as ata që janë në Tiranë, se nuk është trafiku më i mirë në Prishtinë as në Tiranë gjatë ditës. E di. Në plazh ku kapacitetet janë maksimale, ku pushuesit dyndën, sidomos shtu në diel, çfarë do kërkosh? Do kërkosh që të jesh kështu. Atë duhet të administrohet situata. Sa më vonë të nisesh, nuk të qenë gjatë se të presësh edhe 2 orë të nisesh. Ose të nisesh më herët. E kuptueshme. Për fond, kur priten të jenë turistët e parë të sezonit? Besoj gjithçka është gati me motin, po besoj që turistët kanë filluar për këtë shëngjimit çdo fundjavë, dhe mot është pothuajse i mbushur. Edhe me turistë të huaj, me italian, me gjerman, me shumë, por shumica këto që janë shqiptarë të Kosovës, të cilët edhe vinë në fundjavë, po edhe kanë apartamente. Shëngjimi është ndër vendet ku shqiptarët e Kosovës kanë blerë më shumë ti paktën 2-3 vitet e fundit. Dhe kanë nominuar si një zonë ku ata ndihen më mirë edhe për shkak të menaxhimit të fortë që kemi bërë ne. Pas arrijmë se kemi 3 vjet rresht që shpallemi bashkia më mirë në menaxhimin e plazhit, në pastërtinë, në rregull dhe në sjelljen me turistët. Dhe me çmimet. E vërtet. Faleminderit shumë, unë të përshëndes edhe të mirëpres në Prishtinë, nëse do të jeni pjesë ndonjë panairi siç ka qenë zakonisht. Një herë ju presim ne dhe më pastaj na presni ju gjatë gjithë sezonit. Faleminderit ju. Faleminderit gjithatë.